Objekti që shikoni është një vilë super luksoze, e cila deri të hënën u përdor dhe ishte në pronësi të noteres Sanja Telhallari, por që tashmë ajo nuk ka asnjë të drejtë mbi të, pasi prokuroria vendosi sekuestrimin e saj. Jo vetëm kjo vilë, por edhe disa pasuri të tjera me vlerë 3 milion euro, organi akuzës ja sekuestroi noteres Telhallari, pasi ka dyshime se kanë burim parat që vinin nga krimi organizuar. Në total bëhet fjalë për 18 pasuri, kryesisht apartamente dhe biznese në Tiranë, si dhe 5 llogari në banka të nivelit të dytë, llogari në të cilat u sekuestruan mbi 200.000 euro. Seksioni për hetimin e pastrimit parave pranë policisë së Tiranës nisi hetimin për Telhallarin pas një ngjarje të ndodhur në zonën e Astirit më 15 gusht të 2 viteve më parë, në tentativën për vjedhjen e automjetit të saj të luksit Mercedes-Benz G-Class. Në 11 vitet e fundit, noterja Sanja Telhallari bëhet me dije se ka kryer një numër të konsiderueshëm transaksionesh për blerjen e këtyre pasurive të paluajtshme, apartamente, dyqane, vende parkimi, vila dhe automjete super të shtrenjta. Ka dyshime se parat që noterja ka bler pronat i përkasin ish bashkëshortit Klodian Porja, që është në kërkim ndërkombëtar nga Italia dhe i dënuar me 21 vite burgim për shfrytëzim prostitucioni. Pronat në emër të Telhallarit dyshohet se kanë arritur edhe në jug të vendit, por po verifikohen nga organi akuzës. Telhallari ka dyshime se është përfshirë në dhënien e parave me fajde dhe lojra fati.